Mirdita të dashur shikues, jeni në televizionin Tugagjini në emisionin me Johonën. Sot do të përgatis një ëmbëlsirë me kajsia, ka ndalë kajsia dhe të shfrytëzojnë. Në fakt, gjitha ëmbëlsira çfarë do lloj ëmbëlsire me përgatit me kajsia dhe leshishme, por sot do të përgatis një tartë të mbushur me një krem që ka shije të bajameve dhe në fund do t'i vendosi kajsi. Këtë ëmbëlsirë do t'ja shërbej shkrimtarës tonë të njohur, Vlora Konushevci, dhe pas intervistës me shkrimtaren do të flas pak më shumë për kajsit, për vlerat ushqyese të tyre. Përbërësit kryesor për tartën me kajsi, për pjesën bazë, ka miell, ka gjallë, krip, pak sheqer edhe një të verë dhe vezë. Dërsa për mbushjen, ka miell bajameve, vezë, gjallë, sheqer, pak ka reçel të kajsive dhe në fund të thash që të ta bëjmë mbushjen me kajsi. Po filloj me një herë përgatitjen. Po i ofroj pak përbërësit për tartën. Fillimisht shtohet mielli. I kam shumë qef këto përgatitjet të tartave, këtë brumin bazë, e do një delikates pak më të veçantë. Po e shtoj edhe sheqerin, përbërësit e tharë, 2 lupë ka sheqer, diku 300-400 gram miell, apo 2 gota të plota, dhe pak skrip, që pak me thy atë pak të ëmblen, që mos sekreti e ëmbëlsirave është që gjatë ngrënjes mos të vi shija shumë e ëmbël. Prandaj gjithmonë të shtohet diçka, një grincë skrip. I bjen një teta e lugës, që do të thotë një teta lugës maja e një lugë të çajit, apo sa të kapin gishtat. Gjalpa duhet me qenë e ftoftë, me temperaturë prej frigoriferit. E prejni në kubik, po i prej tash edhe pak më të vogla, edhe fillimisht, më thonë këtë brum nuk keni nevoj fare me shtu në blender, edhe në qofë se nuk keni blender për të posaçëm, apo robot të posaçëm për përgatitjen e tartave të tilla. Tartat apo edhe paj, që thirrën në anglisht pite apo byrek, kanë dallim, edhe tortat, dallimin me pitet, me paj, që thirrën në anglisht, kanë dallimin sepse pajat e kanë mbushjen që nuk i vrehen. Tash, këtë miellin me gjalpën duhet me i përzi mirë, në këtë mënyrë, që me u kombinu mirë mielli me gjalpën. Kënë duhet ti shkërmoqim në fillim. Sepse gjatë pjekjes, në qofë se nuk kombinohen mirë këta dy përbërës, gjatë pjekjes, shifët, do të thonë e dallon çka ka mbushje, si dhe në sipër mund të vendosin ara apo edhe pak brum nga biskota, që duhet me qenë e shkërmoqur. Ndërsa pitet e ëmbla, dallimin e kanë, biskotën e kanë më të hollë, ndërsa mbushja nuk ju shifet sepse mbulohet edhe me pjesën tjetër të biskotës. Që kjo është dallimi.
duhet të shkërmoqen që derisa të ndjehet që është kombinu mirë mielli me gjalpën dhe të kombinohen mirë, të është brumi ngjitse, që edhe nëse nuk i shtoni vezën, kur e shtypni në këtë mënyrë, është ngjitse. Do thonë derisa të arrin këtë teksturë. Dhe tash po i shtoj këtë verdhën e vezës, e merr një aromë të mirë, ka raste që e përgatis edhe pa vezë. Në qoftë se dëshironi të përgatitni këto torta të njelmëta me mbushje me perime dhe me vezë, atëherë njëjtë përgatitet brumi, por nuk i shtoni sheqerin. Veza jep më shumë shije, e verdha e vezës, plus jep edhe ngjyrën më të mirë. Edhe kuptohet teksturën, veza në përgjithësi i rregullon shumë ëmbëlsira, tash është edhe më e lehtë të jetë shumë ngjitse. Edhe të veza duhet me pas kujdes që të bëhet përzierja mirë, të kombinohet. Përgatit vetëm mbushjen. Tortat mund të përgatitin edhe vetëm t'i mbushni me reçel, edhe sipër pak shtoni edhe nga brumi i mbetur që e shkërmoqni sipër. Tash, asnjëherë mos e përgatitni me një herë, duhet me vendos në letër, në folje najloni dhe ta ruani në frigorifer minimumi 1 orë apo edhe gjithë natën në frigorifer. Në ngrirje mund ta ruani deri në 2-3 muaj. Ti pastroj pak duart edhe po e mbështjelli me një herë. Tash këtë brum të përgatitur, po e vendosi në folje najloni, edhe po e ruaj në frigorifer. Kaq. Dhe pas një ore në frigorifer, që ka qëndru brumi, tash po e shpa
Më pëlqen mi përgatit shumë. Sidomos në qovë se edhe kom mësafir të ftuar me një filxhon kafe, shkon njerë zakonisht shumë. Edhe hapim tepsin, brumin e hapim sa është tepsin. Përgatitja e tillë edhe biskotave është shumë praktike. Edhe kaq mjafton, e kom lulu, e kom zbukuru, është rafshuar mirë. Edhe tash po e marr një peron, duhet me shty pak tortën në disa vende, për arsye që gjatë pjekjes mos të fryhet, por duhet me qenë e rafshët. Unë nuk ishtoj asë pluhur për fryhje. Ndërsa këtë mbetjen, do shta ishte edhe pak mjell në fund, edhe pastaj e shkërmoqi, kur e përgatiti edhe kremën, kështu që po e ruaj këtu anash, edhe tash këtë e mbuloj me letër për pjekje. Duhet piqet fillimisht me letër për pjekje. Lirisht, fillestarët, apo edhe ju që s'jeni fillestar, nuk keni përgatitur asë njëherë torta të tilla, shkruani te faqja, unë ju asistoj, ju japi pak ma shumë vetbesim, edhe tash. Duhet të piqet me letër për pjekje 20 minuta në temperaturë 180 gradë, por duhet t'i vendosim diçka prej bishtajave, diçka me mundeni thjerza, oriz, apo edhe fasulje. Po e mbuloj sipër me fasulje. Nuk i hedhni pastaj fasuljet, se mund t'i përdorni pastaj. Vendosen fasuljet që ta rëndoj pak biskotën. Edhe nuk duhet të digjet biskota. Po i prej veç edhe pak ansore. Edhe kaq,
kajet janë të mbuluara me letër. E thash që fasulet janë vetëm për ta pjekur ëmbëlsirën, se pastaj këto largohen, vetëm sa për ta rënduar, mund të përdorni thash edhe orez, thjerza, çfarë do. Bëhet pjekja në temperaturë 180 gradë Celsius në furrë të parangrohur 20 minuta. Dhe përderisa po piqet të biskota, do të përgatis një akullore dietale. Ëmbëlsira ka plot sheqer edhe gjallë, por tash ta balancoj pak shijen, pse jo dhe ta jap një recetë super të mirë për akullora dietale, por që shërbejnë edhe personave që bëhen nga diabeti, që t'i shfrytëzojnë frutat, sidomos to sezonale, dhe nuk ka nevojë që të shtohet as ajk, as edhe sheqer. Kom përzgjedh banane edhe mango. Zakonisht për një akullore të shëndetshme, përbërësi kryesor gjithmonë është banania, me që banania ka shije të ëmbël, ka një teksturë më të butë, dhe zakonisht bananet që i vendosni në tavolinën e kuzhinës, në banakun e kuzhinës, kur janë duke u nxirr, atëherë që fillojnë të zbuten më shumë, gjithmonë prejni dhe vendosin në një tabaka që t'i ngrini. Atëherë këto banane të ngrira mund t'i përdorni në recetat e tilla, po ashtu edhe në smoothie, sepse e krijojnë një teksturë shumë të mirë të lëngjeve, të trasha dhe të akulloreve. Ndërsa mangon edhe çdo frut tjetër mund ta ngrini. Mangon e komplet të gatshme, të ngrirë, sepse rrallë herë në tregun tonë mund të gjendet mango që ka teksturën e mirë dhe është e pjekur mjaftueshëm. Me këtë akullore mund t'i përdorni edhe drellzat, mund të përdorni edhe ananasin. Janë këto 2-3 përbërës që unë më së shumë t'i përdori tek këto akullore. Ja dhe teksturën si e ka marrë, fikë si kur akullore. Kështu që mundeni me përdor edhe kështu me një herë të shumë e gatshme. Mjafton me mbajtë fruta të ngrira në ngrirje, në blender, edhe akullore është e gatshme, që mos me tepru me sheqera. Por po i shtoj pakës aciditet, pak kos. E balancon pak shijen, mos të dominoj shija shumë e ëmbël. Me që ka marrë një teksturë shumë të mirë, vetëm një lugë kos po e shtoj. Dhe thonë për këtë sasi. Po i bëj përzirjen, ose edhe një herë në blender, por mjafton. Tash këtë mas të përgatitur e vendosim në një enë, ose një enë më të thellë që me qenë ma lehtë për me
tani po bëj përgatitjen e kremës, që do ta bëj mbushjen e tortës. Fillimisht të hedhim gjalpën, që duhet të tretur pak me mikser. Gjalpa është për mbushjen është temperaturë dhume. Dhe po e bëj pak me mikser. Dhe të gjalpa po shtoj edhe sheqerin, edhe vezët. Dyko gjys gote ka sheqer. Vezët. Dhe prap me mikser. Tash paramendojeni, po ta keni përgatit me një ditë ma herët ëmbëlsiren, sa shpejt përgatitit kjo mbushja. Më thonë e kom fjallin tek biskota, se që thash duhet me përgatit një ditë ma herët. Ka gjalp, ka vezë, sheqer dhe këto po i shtoj 2 lugë gjelle e mjell. Recetën, apo kush don që kujdo që
edhe kështu gjysëm të prera. Edhe 10 minuta, ndoshta edhe 15, derisa të marrë një të skuqur në sipërfaqe. Nderit që ke ardhur, për mua është nder dhe privilegj me të pasë në studio. Falenderoj shumë Jehon për ftesën, edhe për mua po ashtu është shumë nder i madh që mysafire jotja, sepse ka një kohë që të përcjelli me këto recetat e tua fantastike, edhe me ushtrimet për pilates, edhe kam po plan me ardhë, eventualisht kur t'i vjen koha, do të bashkangjitem edhe unë me grupin e pilates.
Faleminderes. Unë në fakt edhe kur hyra Instagram e të shkru, kur poshtë që më ke follow, thash, po. Pas ka follow, është kënaqësi e veçantë, të falenderoj shumë. Këtë ëmbëlsirë me këtë filxhan të kafës, jo rastisht e kom përgadit. Zakonisht, unë tash kohët fundit postoj më shumë video receta, por një kohë kom pas shumë pasion fotografin, edhe sa herë kom postu ëmbëlsira, kom pas qef me vendos një filxhan me kafe, një libër, diçka një ambient shumë të ngrohtë. Më thonë, ke frymëzu ti paka shumë, që me përgatit këtë ëmbëlsirë me një filxhan kafe. Si duket ambienti juaj kur shkruani? Faleminderit shumë për ëmbëlsinën edhe për këtë setup kështu kaq të bukur edhe librat orin mirë. Po. Po tash ka ndru stili i shkrimit, do të thotë ambienti e kështu, tash jemi dhanë shumë mas teknologjisë edhe jeta është pa shumë dinamike, kështu që unë shkruj pjesën më të madhe të kohës, ulem kompjuter, por ato çastet e vogla të inspirimit, ato i bëjnë telefon. Do të thotë derisa pres me pagu rrymën, shoh diçka inspirohna, më vjen një ide, një motiv që më shfrytëzu, sepse shkrimtari ose dëshmitari kohës që jeton edhe rrethanat që e përcjellin. Edhe kështu do të t'i bëj të notes në telefon, e pastaj kur të kam kohë edhe disponim natyrisht, ulem edhe shkruj ka dal-dale. Po. A të pëlqen me ngrënë diçka ose me pi diçka gjatë? O, sa shumë pëlqen. Ç'ishte ti? Nuk ka gjatë që më pëlqen më shumë. Të ashton të shta pak disponimin edhe frymëzimin. Definitivisht ëmbëlsinat, në veçanti krejt këto gjonat e ambla që përmbajnë sheqeri edhe i ushqen këto qelizat në tru edhe disponon definitivist. Unë kam apetit hatashëm, duhet mu përmbaj, se unë jam gjendje, jo veç këtë sopën, po krejt komplet ato, me hangër kështu që për 5 minuta. Kështu që pas ke kufizime, me ndalë vetën, që se krasim sa keni... Pa tjetër, po një kafe, një ëmbëlsin kështu, vogël, me e vogël se kjo. Gjithmonë është e mirë se ardhën. Besojnë se cilin profesion, kur t'ja nis, kur t'ulesh me shkru, ose në këtë rast me përgadit ëmbëlsina. Pëlqen me përgadit? Po, më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë. Jam të eksperimentu kove të fundit me receta me proteina. Se kam edhe djalin, a i tash ka nis mu vedisu për këto karbohidratet e gjona që petrashin se është në një fazë që po dënë. Me ndërtu muskuj. Fiks. Ish mirë kur të rritën fëmijë se ma ndej paralelisht me ata ushqim shëndetshëm. Po, definitivisht ashtu është se kur ka qenë djali jam i vogël, më kujtohet, çka nuk hajkaj, e hajshaun për mos me gjujt. Edhe dikur vllau më sheh dhe më thotë kur s'ki mu do pësu. Tha se po shërben si kanë të bërllokut. Edhe mami më gjithë mua më thoshte kafshatat e fëmijëve, po troshi. Po qashtu. E mire the ato, se fëmija kur po rritën po vedisohen, mas ne edhe ty, nështë mënyrë indirekte po të vedisohen pak edhe po të nalin, edhe po ndran menyja në shpe pas taj, jo ma shumë salata, ma shumë mesh, se unë e kështu jam e dhanë ma shumë pas brumnave. Pite, flia, këto e kam shumë përqepi. Kalim pak të shkrimet e tua, e që i ki shumë të veçanta dhe të bukrat, përgëzoj. A kanë sekrete ato shkrimet e tua? A i vren dikush sekretet, apo lë hapësi që ti kuptoj çdo njeri ato sekrete? Po tash na kur shkruajmë, kryesisht gjej motive që janë më universale. Për shembull, nëse i shkruajmë, i këndojmë, po shprehna kështu në gjuhë popullore, dashnis, secili e gjen veten aty. Apo atë dheut, apo shoqënisë, apo fëmijëve, apo situatës aktuale, sepse në këtë rast poezia jam është edhe si revolt, si protest ndaj padrejtësive me cilat ne i ballafaqohemi. Kështu që mundet secili me gjetë vetën. Sekrete nuk e di, nofta aty këtu ka diçka, po është vështirë me i dekodu ato. Sepse janë momentet cilat inspirojnë, janë ato periudat cilat ti ki ma shumë produktivitet edhe kreativitet, e në ato periuda zakonisht ndodh diçka, që detyron ty me qit jashtë krejtat botën tonë të mbrëmshme. Kështu që ka, po secili e gjen veten, sepse janë ma universale, temat edhe motivet. Çfarë ndjesie është kur e përfundon një shkrim? Shumë ndjesie mirë, shumë. Çlirohesh? Është bashkë çlirim.
Edhe pse kur përfundon drafti I parë, pastaj na I him edhe një herë, derisa mo dikur bëhet bajat tu e redaktu, po çaj drafti I parë kur përfundon, çaj ideja fillestare, kur merr formë, kur ja qet, si më thon, konturat, është ndjenje veçantë, sepse edhe ti vetë çlirosh për brenda, po përmbushesh, po edhe në anën tjetër, e din që ke bë diçka. Po në qoftë se krahasojmë pasi e përfundon një shkrim, në krahasimin ndalesh edhe e lexon shkrimin tënd. A ke edhe aty ndonjë ndjesi se ndoshta apo përmbushje tjetër që të kujton edhe çysh je ndi gjatë shkrimit? Po ato momente nuk harruan asnjëherë. Në veçanti disa që janë kështu ma për zemër, ato të kujtohen sa herë të lexojsh, ashtu është. Po ka edhe shkrime, poezi që I lexon edhe nuk je shumë e kënaqur. Po njëjtë edhe unë recitat e mia kur I shikoj më herët, se si kom qitë tom qëto, sepse se kom fotografu që shtot po qashtot, njerëzit që punojnë gjithmonë janë kritik ndaj vetvetes, kështu që nuk ka ndonjë shqetësim. Po pikërisht ashtu është. Kur e ki kuptu që emocionet e tua mund t'i shfaqësh në letër? Shumë herët. Unë realisht e kam pas edhe babën poet. Po. Edhe shumë herët kam nisë kështu me eksperimentu, po besoj se cili prej neve, kur kemi qenë adoleshent, besoj që ka njeri që s'ja ka jep njëherë një letër, ani poezi, ani hartim, me quj kështu. Qka do, qfar do lloj zhanri. Do të thot atëherë herët, shkolla e mesme duhet këtë qenë, po seriozisht, pasi më ka vdek babi, se unë s'kam publiku ma herët, edhe pse ai më ka inkuraju gjatë gjithë kohës, por... Edhe të ka lexu vazhdimisht. Po, ka qenë, do të redaktori jemi parë. Edhe më ka kritiku mas shumë ti që është e vërteta. Kritikat mira. Po, pastaj, pasi që ka vdek papi, kam nisë me I publiku, kështu si ka dal dole, kapak. Pastaj kam botu librin, unë jam marrë edhe me përkthime shumë, se përkthimin e du fort. Përkthimin letrar, I kam këtu edhe 2 libra antologji që janë përkthime të poetëve, një pjesë janë poetet gra, edhe një pjesë janë poet Ballkanit. Këtë ndjenjen kur të shkruan diçka, a ndodh që për shembull shkruan për diçka edhe të shfaqin një ndjenjë tjetër? Po, kjo ndodh shpesh. Interesant është, po, sepse për shembull ti ndoshta e keni idenë, e keni frymëzim çastit, edhe nisesh me qitë në letër, po ajo, poezia e ka rrugën e vetë, është interesant, në fillim e kam luftu shumë, se unë do isha me qu aty ku unë po du me qu, po poezia do ike me shku aty ku ajo do ike me shku. Kështu që shumë tash jam mësu me heq dorë, edhe me lanë me rjedh natyrshëm, edhe me po në fund çka po del. Çfarë të bën ty shkrimtare të suksesshme? Apo si është qelësi I suksesit I një shkrimtare të suksesshme? Po, nuk e di këtu, jo veç në Kosovë, po edhe në Ballkan, shkrimtarët s'është që kanë ai farë fati të madh, meqenëse edhe leximi nuk është në nivelin e duhur, tash me këto burime tjera të arkthimit njerëzit edhe po shpërqendrohen. Duhet me lexu. Po duhet me lexu patjetër. Edhe çka mendoj unë që është qelësi me shkru bukur është përsëri leximi. Sa më shumë që lexon, aq më shumë frymëzohesh, aq më shumë e pasuron fjalorin, e pasuron botën, sepse jo ka të thonë që sa libra që lexon, aq jetë ke jetu. Sepse lexon një libër aty një personazh ose ai tjetri me dikë ndjen, bashkë ndjen diçka edhe ty të ka ndodhur, gjen veten, edhe duket sikurse I ke jetu edhe ato jeta tjera, cilat s'kan qenë tuat. Sa mendon për shembull, po nisna prej vetes që një person edhe që s'është shkrimtar, për zonë, merrem shembull mu, në muaj sa libra më duhet me lexu. Mirë është. Po e kishën mirë paktën 3 romane. 3? Po, se librat me poezi lexohen edhe kështu ko pas kohë edhe gjatë ditës, unë lexoj poezi gjatë ditës shumë çdo ditë. Po mramje para gjumit, ndoshta me ja bë vetës si rregull. Paktën një kapitull. Kish me qenë mirë. Po edhe leximi po të bën mu përmbush, me u çliru, po, me gjetë veten. Është aktivitet fantastik edhe për trunin, edhe për shpirtin, do të ti përmbush të 2 aspektet. E mas për aspektin fizik shkojnë në pilates. A të ka ndodhur që ndonjë varg që ke shkru të ka lënë ndonjë shenjë, edhe për shembull kur e lexon prap, të shfaq një ndjenjë tjetër? Po, thash edhe ma herët, frymëzimet e qastit
të asaj në për çka ke kalu, sepse na nuk mujmë shkrujt për aliena, na mujmë shkrujt për ato që i di mas mirë. Edhe është edhe këshill shkruj për ato që e nje mas mire. E kush e nje kënd e nje më mirë se vetën. Por është mirë që temat me qenë universale, ku se cili e gjenë vetën e vetë, po motivet janë të tilla, janë më personale, dhe ka vargje, ka edhe poezi tona që hala sot kur e lexoj mi kthen po ato emocione që i kam pas kur e kam shkru. Madje ka poezi që se lexoj më heq, se e kam shumë kam emocione dhe ku me ditë sa vite do të me kalu që mos mu marrë me ta. Poezit kom qef me i recitu. Apo, sa edhe bukur. në shkollë jam vlerësu që recituse shumë. Sa mirë. Edhe mësimet kur i kom mësu, ka qenë mënyra ma e letë si kur po i recitoj, të është ape di mësimin, shumë ka pëlqym. Tash një farë mënyre për shpaqi në recita. Shumë mirë, po apishet gjinët. Po, atë ka ndodhë, për shambull jetu e editu një liber, edhe vendosa aty para ty me largu ndo një varg ose poezi. Po, shumë. Kjo është një gjatë shumë e shpeshtë. Se të pëlqen, apo nuk të pëlqen, edhe në fund se duhet një nështru një farë seleksionimit. Jo gjithë shka është për liber. Ta për shambull ti mundesh me postu qka do në Instagram, në Facebook, e kështu, ato janë të momentit. Mirë, po libri është diçka tjetër. Aty duhet kriteret me qenë pak ma të ngurta. Sa poezi ketë pa botuara në sitarin tënë të shkrimeve? Kam shumë poezi. Del ndofta edhe një libër, po nuk do mungut. Du me punu edhe ky libri parë që e kam botu në 2019, edhe ajo është punu të gjatë, shumë redaktime, shumë seleksionime, filtrime e kështu. Edhe ky tjetri ka kohë. Kaku për të po. Qenë ke barabart me recitat e mija. Apo? Edhe unë e kom qëtë recita të po përgadit me, po liber nuk kom botu ende. Po jalo pa kohë se po mendoj herët një herë. Jo, herët ndoshta edhe tash duhet me fillu. Ndoshta ato receta që i ke... Qa me ndo për librat? Po, ato receta që i ke me ma pak sheqer, me ma pak karbohidrate, yndyrne e kështu, që me në bëha dhe neve punën pak ma të letë. Po, me pas edhe po, menoj që kesh me qenë shumë i mirësardhën. Po, tek mosha ideale, për qëfar do libri, për me botu, që shë me ndonë? Jo, më varët qka do me botu, se të dush me pas një target group. Prandaj, po shumë. Unë kam target grupën tem, po për receta e kështu, ti dush me pas mu target. Po. Po edhe matritë, se tash për shumë, për shopi djallit e me për i fmive tjerë, po menoj që jam pak në adoleshent, jo kësu krejt fmi, që po kanë kërkesa edhe po kanë edhe kureshtje me përgatit edhe vetë. Edhe për ta kishme qenë me e letë, nëse kishme pas një libër me recetat e shpia, që kështu me lanë kuzhinë, si kur kjo këto, edhe me u inspiru, me përgatit vetë edhe mu pavarsu pak. Nuk i ka unë vlera librit edhe pse tash rrjetet sociale, interneti? Jo, se besaj asë njëherë. Libri është libër. E ka atë vlerën tjetër. Me që thatë, ka edhe, që ka po lexohet që edhe unë vetë e praktikoj, shpesh, kur kam kohë, s'jam në shpes kam libër me veti, janë këto platformat online. Po. Me këto bu librat elektronik, e-books. Edhe ato po lexohen mjaft mirë, është një parapagim një shumë simbolike, për shembull unë jam me një platformë, aty paguaj $10 në muajt, edhe çka do që më intereson gjej. Po. Është bibliotekë elektronike, ma shumë duket të përdoret. Edhe unë e përqej libren, edhe me gatimet, fillimisht e kom mësu me librat, edhe gjithmonë kom raftësin libër, ku do të shkoj kom sasi shumë të madhe të libra me receta, edhe romane lexoj. Ma shumë duket tash në këtë fundit i edhe me përkthime. Ku është sekreti për mja qëllu me bo një përkthim të mirë për veshin? Po, shumë pyetje e mirë kjo. Sepse unë i përkthej kryesisht autor të anglisht falës, do të që shkruajnë anglisht. Po. Edhe pse këtë librin e dytë kam përkthy edhe prej serbokroatishtës, kam përkthy poetë e Ballkanit. Mirë, po anglishtën e kam, si me thonë, gjuha e parë prej cilës përkthej. Edhe atë që e zgjedhi ma lehtë. Është interesant se përkthimi nuk mundet me u trajtu teksti kur përkthen si artefakt. Sepse ai në fundit gjuha është mjatë komunikimi edhe ti duhesh me bëha qatë tekst me komuniku në vendin tënd edhe në gjuhën tënde, pra nuk përkthehet veç teksti, po edhe konteksti.
Intonacioni? Intonacioni, rimat, ato masane në varët çka mund është me i rujtë, se ti kur përkthen diçka pa tjetër ki me sakrifiku. Tash a don me sakrifiku semantikën, a don me të sakrifiku muzikalitetin, varsisht çka peshon ma shumë dhe çka rren ma bukur në Shqip. Po duhet shumë kujdes, dhe këtu duhet shumë lexim. Unë ka pas poezi që këtu e kam një poezi që e tu fort që e kam përkthy, moti. Poema është realisht se është e gjatë. Më kujtohet një fjalë, 3 javë ditë më ka marrë. 3 javë. 3 javë ditë, unë ka ndodhë s'kam flajt, jam këthy të rilindasit, jam këthy edhe ma mrapa, e kam lezu fishtën, me gjetë fjallë, me bo gjahë, me gjetë fjallë në dunë që mu përshtat ke, sepse fjallurët jo gjithëherë t'i ofrojnë gjitha mundësit. Kështu që ka punë, po është punë që unë e du shumë, e bëj me shumë pasion, edhe mendoj që ja vlen. Se s'ka gja ma bukur. Sepse përkthimi është ai që i sham kufit. Ja për shembull dhe te kjo receta në anglisht është crumbling. Kjo tash trosha. Po trosha, tash unë 3 shprehje i gjejsha. Thërmuar, shkërmoqur, troshitur. Më pëlqen me përdor e shkërmoqje. Po se përdoret e na, në Kosovë, po. Edhe kjo thërmuar, po. Edhe këto e kam dëgju, po. Të më thonë si trosha që thënë na troha. Me troshu, me troshit. Me troshit. Ma e kapshme ndoshta. Po duhet mi rujt këto fjallët që i kemi, sepse këto e në pasuni, na duhet, po tash pak standardi, na ka gjua standarde, pak na ka tupit këto ndjesi tjera, po këto e në krejt pasuni edhe dialektet, edhe dialektet, edhe krejt duhet mi rujt, edhe mi përdor sa ma shumë. Qëka na ke sill të pej librave, na të regon pak ma gjërësisht? Kjo është antologjia e poeteve shqiptare, këtu e në 30 poete shqiptare, këta kam e të adhoru ty. Faleminderit që më ke nëzirë punë për 3 libra në një lexu. Unë e njëja kom që vetës, po do këtë sukses. Po jo, këto e në poezi, lexojmë kështë tu përgatit receta. Shumë e mirë, një në anë është shqip, në anën tjetër është në anglisht. Fokusojnë në kamera. Këto për lecësha për një tjetë? Po, është 2 gjusore, bilingual. Kur do me më thirë një ditë me rezitu kur kindë një kur të kishe se na kemi festival, po edhe na bon shumë derë. Po të shtatë dhëtë një praktik dikon. Po, na poet na di me shkru mirë, po me ledzu mirë nuk dim. Kështu na kanë thonë plot që kanë organizu festivale. Une po të garantoj që 5 që edhe sa herë përfundojshin gjithë klosa, në fund do të është unë edhe një herë. Se për një me kom recitu. Po që sa mirë. Ta shkena me qëti me ledzu diçka. Edhe kjo është po ashtu një në anë Shqip, në anën tjetër është Sërpokratisht, dhe kjo është antologji me poetë e Ballkanit. Fokusojnë edhe këtë. Mirë. Edhe kjo është libri jam, për mbledhje me poezi. Lavdi Detës. Sa bukur kopertina, shumë ti goxha feministe je. Jam. Edhe kopertinën e paske. Faleminderit, po kështu e kom pas idenë derisa e kom gjetë një dizajner që ka ditë me ma realizu mirë. Shumë e bukur. Se shë kur t'ja nisë me ba librin sa shumë detaje janë, e cilat s'don hiq me heq dorë prej tëne. Derisa të më rinë që aty idenë edhe vizionin që ti e ki, derisa të arinë që ata është nuk nalësh. Po. Nëse ki diçka me na ashtu për fond, që të kombeti diçka pa të pyet, apo po punën që po bën kohët e fundit, për librat, komenti gjetë. Kohëve të fundit po përkthej pak ma shumë, po marrë pjesë në për festivalet ndryshme, kemi pas edhe një event shumë të lezetshëm para do ditëve, që u organizu prej një organizatës këtu Shigi Studio, ka qenë tregime pjeshkash, nuk të ja ke pa, është majtë në Dodon, aty kemi rrëfy tregime për herë të parë, ka qenë shumë interesant. Edhe kaq, porosi për fund nuk kam veç me i provu recetat e Johonës, edhe me ledzu sa ma shumë. Edhe me ledzu. Tu hongër edhe tu ledzu. Pak për shëndetin mendor. Po, pa tjetër, të ufqim është. Vlora të falenderoj shumë, edhe shpresoj që kena mu po prap. Faleminderit ty. Edhe në për festivalet e librave, unë e vi si recitator. Po, si recitatore, po pra. Ishte knaqësi, edhe tash po e shijojmë ambërsiren me nga një filxhan kafe. Faleminderit shumë Johon. Unë shumë u knaqa. Edhe unë gjithashtu. Faleminderit. Knaqësi.
Dhe tani erdhem në pjesën e fundit të emisionit Sekret e Gatimi, ku sot të flas për kajsit. I thash që në fillim t'i përdorin sa më shumë, sepse kanë sezonin shumë të shkurtër. Kajsit përmbajnë proteina, kanë yndyrna të mira, kanë sheqer natyral që përdoren shumë në dieta, për proteina për të ndërtuar muskuj, përmbajnë edhe shumë fibra që e rregullojnë shumë edhe tretjen e ushqimit. Përmbajnë vitaminën A, që ju mund ta shfrytëzoni sa më shumë gjatë verës, që kur të ekspozoni në diell e merrni një ngjyrë shumë të mirë. Thash edhe në fillim që përmbajnë vitaminë A, po ashtu edhe vitaminën B, siç e ka njëjtë edhe karrota. Kajsit kanë vitaminën B1, kanë B6, B5 dhe B9 që e ndihmojnë shumë edhe për rritje të imunitetit, po ashtu edhe për të rregulluar pasqyrën e gjakut. Gjithashtu kanë edhe kalcium, magnezium dhe vitamin C që ndihmojnë shumë për me rritë imunitetin. Ka një ngjyrë perfekte, një shije të jashtëzakonshme. Mund të përdorni kajsit në sallata të ndryshme, sallata të frutave, sallata me perime, shkon edhe me mishin e shpezëve shkon shumë, po ashtu edhe me djathin, sidomos me djathin e dhis. Me kajsi mund të përgatitni lëngje të ndryshme si smoothie, mund të përgatitni edhe kompotat të ndryshme që një shqiptarët i kemi shumë qejf, po ashtu edhe reçela e gjema të ndryshme. Kajsit largojnë etjen, ndihmojnë për kurimin e hemoroideve, lehtësojnë dhimbjen e stomakut dhe ndihmon shumë në ftofje, gjithashtu jep energji trupit, është shqetësuese dhe ndihmon shumë në pagjumësi. Parandalon sëmundjen e zemrës, mbron zgavrën e gojës dhe qelizat tumorale. Është i mirë për syt, sidomos dëmtimit të shikimit gjatë plakjes, ndihmon edhe në zhvillimin e shëndetshme të kockave dhe parandalimin e osteoporozës. Dhe tash po e bëj coptimin e kajsive dhe po du me përgatit një kompot me kajsi, se nuk është ndonjë filozofi që me tregu qysh me i prej kajsit apo si me i pastru. Mjafton me pastrimi për me i largu pesticidet, mjafton me ashtu si që kom tregu disa here, me sot bukës edhe me uthull. Po e prej kajsi në 4 pjesë të barabarta. Dhe e mbushim kavanozat e sterilizuar me kajsit e coptuare, që do të thotë të sterilizuar ose me ujë të vluar apo edhe të ngrohura në furrë. Kështu të bëhet sterilizimi. Këtu kam ujë të vluar, asnjëherë nuk e bëj matjen, por se zakonisht varet edhe prej kavanozit, apo ndonjëherë edhe sa ka mbetje të frutave, po shtoj diku deri 2 apo 3 lugë gjelle sheqer. Kjo është receta më e shpejtë edhe më e mira e përgatitjes së kompotave. Do thonë, bloni ujin, hidhni sheqerin, edhe ndonjë aromatizues tjetër. Më e lira dhe më e mira, më e lehta që mund ta gjeni në treg është karanfili edhe kanella. Por aksident sot e kom harru kanellën, se kom tash me përgatitje me kanellë. Do të thonë, imagjinoni që e kom në këtu një shkop të kanellës, edhe po e vendosi këtu, edhe ajo shton aromë. Jo pluhur kanellë, por kallam, shkop kanelle. E vendosni këtu, ose edhe karanfili. Edhe karanfili ka një aromë shumë freskuese,
shumë të fortë që kështu kur bëhet përzierja me ujin e nxehtë e çliron atë aromën të jashtëzakonshme dhe qetësuese që e ka. Tash sipër hedhni ujin derisa të mbulohen frutat. Dhe pastaj e mbyllni me kapak. Kjo është një kavanoz që bëhet mbyllja hermetike. Mirë është edhe me vendos, edhe në ujë të ngrohur. Nëse keni kavanoza të tjera të thjeshta, edhe merrni një tenxhere, e mbushni me ujë, duhet të mbushet vetëm pak poshtë që kavanozi të mbulohet gati te gjysma me ujë. Nuk ka nevojë të mbulohet e tëra. E merr një të vluar derisa të bëhet mbyllja hermetike. Që ta kuptoni që si është mbyllja hermetike, nëse keni ato diku 10 minuta, 8 minuta, 10 minuta i leni në tenxhere. Por për me kuptu ma lehtë, nëse i keni ato kapakat ma të thjeshta që i blejmë zakonisht edhe për turshi, e vendosni dorën te kapaku, edhe kur i bëni, kur të vlojnë, ato e lshojnë një zhurëm, një kërcitje krek, edhe aty vreni që është mbyllur hermetikisht, po ashtu nëse e shtypni kapakun, në fillim është lëvizëse kapaku, pastaj kur mbyllet hermetikisht, nuk lëvizet edhe hapet pak më vështirë. Kjo është përgatitja e kompotave. Pasi që të ftofët, e leni temperaturë dhome dhe pastaj e vendosni në frigorifer, ku mund të shërbeni gjatë gjithë sezonës verës, pse jo deri dhe dimret nëse i mbani diku në vend të sigurt edhe të ftoftë. Të dashur shikues, ju falenderoj nga zemra që na ndoqët. Shpresoj që ju ka pëlqyer receta dhe të gjitha këshillat. Mos harroni të na ndisni edhe në javën tjetër, po në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.